Përshëndetje dhe mirë se erdhët të gjithë ju të shenjës së Gaforës. Do bëjmë një mesazh për ju dhe mesazhi juaj është shprehu me ndershmëri dhe me zemër. Absolutisht nuk është ajo që mund të mendoj dikush me ndershmëri që ju po gënjeni, por të jeni të sinqertë parë me veten e juaj. Të dashur Gafor, kjo letër të fton të flasësh nga zemra. Kjo është e ndershmëria, jo nga frika. Ti shpesh ndjen më shumë se sa shprehesh, dhe shumë herë njerëzit rreth teje nuk kuptojnë sa thellë të prekin gjërat. Por tani universi të fton të thotë, është koha të thuash çfarë ndjen, qartë, me respekt për pa u fshehur. Të dashur Gafor, ndoshta ke mbajtur për brenda ndjenja që duhet t'i kishe nxjerr ose duhet t'i kishe folur në mënyrë që të mos lëndosh askënd, duke harruar veten. Kjo letër të kujton se komunikimi nuk ka vlerë nëse nuk vjen nga e vërteta jote. Fjalët e tua kanë peshë, Gafor, nëse i përdor me qartësi dhe qëllim të pastër. Ato mund t'i rikthejnë paqen në marrëdhënie, të qartësojnë keqkuptimin dhe të ndihmojnë të ndihesh më lehtë. Por nëse i mban brenda, ato kthehen në tension, trishtim apo dhe lodhje emocionale. Fillo të flasësh unë ndjej në vend se ti thuash ti bëre. Kjo hap zemrën, jo mbrojtjen. Gafor, kjo periudhë është për të vënë kufi përmes fjalës dhe për të shëruar përmes shprehjes. Njerëzit që duan, në fakt njerëzit që të duan me të vërtetë të kuptojnë tonin e zemrës tënde. Fjalët që duhet mbajtur mend, të dashur, kur flasën nga zemra, edhe heshtja më dëgjon.